Seanca paraprake për dosjen Meta u shtyp për më datë 9 tetor. Shkak për shtyrjen e seancës u bë mungesa e avokatit mbrojtës të Ilir Metës, Kujtim Cakrani. Ky i fundit kishte dërguar në sekretarinë e gjykatës një kërkesë për shtyrje për shkak të problemeve shëndetësore. Jashtë ambienteve të SPAK-ut, Monika Kryemati deklaroi se SPAK po intimidon dëshmitarët. Në sallën e gjykatës posaçme ishte e pranishme vetëm ish-deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemati, ndërsa ajo më e saj dhe ish-bashkëshorti Meta munguan. SPAK ka marrë pandehur Ilir Metën, Monika Kryemati, nënën e saj Fatime Kryemati, Piro Xhixhon dhe Ema Çoku, ndërsa do të jetë gjyqtarja Irena Gjoka që do të vendosë nëse dosja do të kalojë ose jo për gjykim. Gjyqtarja Gjoka u bë objekt sulmi edhe nga partia e Metës, sikurse Berisha, ndërsa mbrojtësi i tij Kujtim Cakrani kërkoi edhe dorëheqjen nga çështja. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi aludoi se Gjoka nuk u përzgjodh me short si gjyqtare e seancës paraprake, por nga kryeministri Rama dhe kreu i SPAK-ut Altin Dumani, ndërsa e sulmoi me të njëjtën gjuhë si Berishës, duke etiketuar atë si delinkuente recidiviste dhe kamikaze anti-opozitare. Vetë Gjoka kërkoi dorëheqjen nga çështja e ish-presidentit, por nuk ju pranua nga kryetari i gjykatës posaçme Erion Bani. Në deklaratën për gazetarët pasi doli nga ambientet e gjykatës posaçme, Monika Kryemati shpërtheu në akuza në drejtim të prokurorisë së posaçme. Nuk ishte i pranishëm ish-presidenti Meta, ishin të gjithë të tjerët, edhe mamaja ime nuk ishte. Seanca u shtyp për më 9 tetor ora 10, Meta nuk ishte i pranishëm. Materialet janë voluminoze për t'u lënë më shumë kohë avokatëve. Ka shumë gjëra dhe shumë shpejt do të jem në të gjitha emisionet për të ndjekur hap pas hapi të gjithë dosjen. Monika Kryemati, Ilir Meta akuzohen për korrupsion pasiv, nuk ka asnjë korrupsion aktiv. A janë pyetur biznesmenët, shpërdorim nga ana e SPAK-ut në marrëdhënie me procesin e hetimit. Do ballafaqohemi me letra, duke vijuar me dezinformimin që po bëhet. Sipas Altin Dumanit, Fatime Kryematit i fillon jeta në 2001 në Tiranë. SPAK dhe i gjithë procesi ka qenë shumë i zënë me kërcënimin ndaj dëshmitarëve. Dua t'ju bëj një pyetje, ku ndryshon një kriminal që i vendos pistoletën në kokë një politikani nga një institucion këtu mbrapa që intimidon dhe shantazhon një qytetar për dëshminë, deklaroi Kryemati.